Mjegulla e dendur e asaj paraditeje kishte rënë mbi rrugën e zborën e grove sikur një batanie e gri, e trash dhe e rënd që e bënte ajrin të duke I palëvishëm. Banorët e lagjes ishin mësuar me klimën e lagës të Oldhamit, por ajo ditë kishte diçka ndryshe, një qetësi të çuditshme që dukej sikur paralajmëronte diçka të pazakontë. Pëllumbat mbeteshin të ulur në çatitë e shtëpive viktoriane, pa u shqetësuar nga kalimtarët, dhe tingulli I zakonshëm I fëmijëve që luanin para orës së shkollës mungonte krejtësisht. Dukej sikur e gjithë rruga kishte vendosur të merrte frym ngadalë në heshtje. Zonja Harriet Vaughan ishte e para që e dëgjoi. Ajo po dilte nga shtëpia e saj, me një tas mbeturinash në dorë, duke u përgatitur t'i hidhte në koshin pranë gardhit. Ishte një grua në të 60-tat, me flokë të shkurtra gri, sy të lodhur nga pagjumësia e viteve të fundit, dhe duar të rrudhura nga një jetë plot punë. Asnjëherë nuk mendonte se do të përjetonte diçka që do t'i ngrinte gjakun në damar më shumë se sa historitë kriminale që shikonte mbrëmjeve në televizor. Por atë mëngjes, ndërsa u përkul për të hedhur mbeturinat, ajo dëgjoi një tingull të mbytur që vinte nga poshtë tokës. Fillimisht mendoi se ishte një mace e bllokuar diku, ndoshta në verandën e saj ose në ndonjë kanalizim të vjetër. Për disa sekonda qëndroi pezu, duke dëgjuar. Pastaj tingulli u përsërit, këtë herë më qartë. "Hello? Plaset help!" Ajo ngriti kokën menjëherë. Zemra filloi t'i rrihte më shpejt. U kthye nga rruga me sy të zgurdulluar, duke kërkuar ndonjë fëmijë, ndonjë kalimtar, por askush nuk ishte aty. Lagja ishte bosh. Pasi tingulli u dëgjua sërish, Harriet bërtiti. "Isa njone there?" Asnjë përgjigje. Por pas 2 sekondash sërish. "Help please." Tani nuk ishte më dyshim, ishte zëri I një fëmije. I butë, I friksuar, I mbytur sikur vinte nga një thellësi e panjohur, zëri I fëmijës përsëritej nën tokë, I dobët por I qartë sa për të ngrirë këdo që e dëgjonte. Harriet u kthye disa herë rreth e rrotull, e hutuar dhe e pasigurt nëse po përjetonte një halucinacion prej mëngjesit të lodhshëm, por tingulli vinte këmbëngulës, me një ritëm që të mbante frymën pezull. Ai nuk ishte një zë që mund të shpërfillet, kishte frikë në të, një lloj trembje që e ndjente përmes tokës, sikur muret e fshehta nën lagje po rrëfenin diçka që prej vitesh mbahej e burgosur. Ndërkohë, zhurma kishte tërhequr edhe vëmendjen e Zotit Ilçoq, I cili po përgatitej të nisej në punë. Ai doli në prag, me gjaketën akoma të hapur dhe çelësa që I vareshin në dorë, duke parë rreth e qark sikur kërkonte burimin e tingullit. Pamja e Harriet qëndruar e ngrirë pranë koshit të mbeturinave e bëri të kuptonte se nuk ishte thjesht shqetësimi I tij personal, diçka reale po ndodhte. Harriet ngriti dorën dhe I bëri shenjë të afrohej, duke dëgjuar sërish atë zë të mbytur që ngjante si një thirrje e humbur në thellësi. Ajo nuk pati nevojë të thoshte asgjë, sepse zëri përsëriti të njëjtën kërkesë ndihme, këtë herë më ngadalë, sikur forca që e nxirrte po venitej. Të dy fshinjët qëndruan për disa sekonda të hutuar, duke provuar të kuptonin se nga vinte saktësisht tingulli. Ai nuk vinte nga ndonjë bodrum, as nga ndonjë kanalizim që mund të shpjegojë lehtë. Dukej sikur dilte drejt nga toka, aty ku rruga përshkoi nga pllaka betoni dhe nën të nuk kishte asgjë që mund të lidhej me një fëmijë. Në pak minuta, banorë të tjerë të rrugës filluan të dalin jashtë, të shtyrë nga kurreshtja dhe frika e natyrshme njerëzore. Disa prej tyre u afruan ngadalë, të tjerë me ritëm të shpejtë, duke shikuar në tokë sikur prisnin të shfaqin ndonjë vrim, ndonjë çarje që do të shpjegonte atë që dëgjohej. Por toka duke e paprekur e njëtrajtshme, pa asnjë shenjë lëvizjeje. Një djalë I ri, Liam, I cili banonte 2 shtëpi më larg, mori një shtyllë metalike që zakonisht e përdorte për të hapur kapakun e kanalit. E vuri pranë vendi ku tingulli duke më I fortë, si për të provuar nëse kishte ndonjë zgavër poshtë. Sapo metali preku sipërfaqen, një jehon e lehtë e pazakontë u dëgjua. Nuk ishte tingulli I zakonshëm I tokës së ngurtë, duke më shumë si një sipërfaqe e zbrazët poshtë. Në atë moment, paniku I fshehur filloi të përhapej midis të gjithë të pranishmëve. Ishte e pamundur të mos e ndjejë një të ftohtë të brendshëm kur kuptoje se nën këmbët e tua mund të kishte diçka ose dikush që nuk duhej të ishte aty. Njëri nga fshinjët propozoi të sillnin lopata. Asnjë nuk pyeti nëse ishte ide e mirë, thjesht vrapuan drejt garazheve të tyre. Brenda pak minutash, 5 vetë qëndruan mbi atë pjesë të tokës me lopata në duar, të gatshëm të gërmonin. Asnjë prej tyre nuk ishte profesionist, por frika dhe instinkti I ndihmës ishin të mjaftueshëm për të shtyrë të vepronin pa hezitim. Gërmimi filloi me lëvizje të ngadalta, të pasigurta, me zhurmën e metalit që përplasej me dheun e fortë. Zonja Harriet qëndronte disa hapa larg, me duart e shtrënguara para gjoksit, duke u lutur me vete që gjithçka të ishte një keqkuptim. Por zëri I fëmijës, I cili tani dëgjohej më qartë ndërsa dhe u lëvizte, e përgënjeshtroi atë shpresë të vogël. Në çdo shtresë të dheu që largohej, një ndjesi ankthi rritej.
Dhe u ishte i thatë, i vjetër, si kur askush nuk e kishte prekur ndonjëherë. Dhe ndërsa lopatat zhdukeshin thellë në të, Jehona poshtë bëhej më e zhurmshme. Dukej e pa kuptimt, pse duhet të kishte boshllëk në një rrugë që sipas planit urbanistik ishte plotësisht solide? Pas disa minutash gërmim të pandërprerë, një nga lopatat preku një sipërfaqe tjetër, këtë herë metalike të ftohtë të fortë dhe definitivisht jo pjesë e infrastrukturës së zakonshme të lagjes. Tingulli metalik u përhap në ajër, i ashpër dhe i huaj për zonën. Të gjithë heshtën menjëherë, sikur vetë shurma i kishte paralizuar. Aty, në rreth 30 centimetra dhe qëndronte një pllakë e madhe metalike, e vjetër dhe e ndryshkuar. Nuk ishte kapa kanalizimi, nuk ishte hyrje teknike. Ishte diçka tjetër, e padokumentuar, e vendosur aty në mënyrë të qëllimshme dhe të fshehtë. Dhe zërit vinte pikërisht nga poshtë saj. Pllaka metalike që u shfaq në shtresën e dheut krijoi një heshtje të rëndë mes fshinjve, një heshtje që nuk kishte të bënte me lodhjen fizike, por me frikën primitive që zgjohet kur njeriu prek diçka të panjohur. Askush nuk e priste që në një rrugë të thjesht periferike të Oldhamit të gjendej një objekt i tillë, aq më pak një strukturë që dukej e vjetër, e fshehur dhe e padokumentuar. Ndërsa gërmuesit pastronin bajtën e mbetur sipër, ngjyra e pllakës filloi të duket më qartë, një përzierje gri e errët me nuanca të ndryshku të thellë, si një derë harruar në ndonjë ndërtesë të braktisur industriale. Sipërfaqja nuk ishte e rrafshët, kishte gërvishtje të vjetra, shenja të çuditshme dhe një model të gdhendur në një cep, si një simbol gjeometrik i pakuptueshëm, por më shqetësuese ishte mënyra se si Jehona e zërit të fëmijës depërtonte përmes saj. Nuk ishte thjesht se që vinte nga poshtë. Dukej sikur metalit i ishte mbarsur tingulli, të cilin ndonjë forcë e padukshme e nxirrte në sipërfaqe. Të gjithë fshinjet kishin të njëjtin mendim, çfarëdo që ishte ajo pllak, nuk kishte asnjë arsye logjike të ekzistonte aty. Banori më i moshuar, Zoti Aldridge, që kishte jetuar në lagje prej më shumë se 50 vitesh, u afrua duke ecur me kujdes, me bastonin që e ndihmonte të ruante ekuilibrin. Ai e preku pllakën me majën e bastonit dhe ndjeu menjëherë ftohtësinë e saj të pazakontë. Ishte shumë më e ftohtë se sa dhe u rreth e qark, sikur fshite një temperaturë tjetër, një ajër më të rënd, më të ftohtë nga thellësia. Ndërsa të tjerë qëndronin në dilemë se çfarë të bënin më pas, zonja Harriet e shkoi dorën në gjoks. Zëri i fëmijës u dëgjua sërish, këtë herë më afër, më i qartë, sikur fëmia ishte ngjitur poshtë sipërfaqes. Thirrja ishte e shkurtër, e dobët e dridhshme. Ishte gjithçka që u desh për të shtyrë fshinjet të vepronin. Liam dhe dy të tjerë filluan të pastrojnë më shumë dhe rreth pllakës, duke zbuluar skajet. Nuk kishte doreza, as ndonjë mënyrë të dukshme për ta hapur, sikur dikush e kishte projektuar enkas që të mos hapej kurrë nga sipërfaqja. Megjithatë, njëra anë dukej paksa më e ngritur se sa pjesa tjetër, si një hendek minimal rreth 5 mm. Mjaftueshëm për të futur një levë metalike. Pa u menduar gjatë, Liam shkoi në garazh dhe solli një levë të gjatë të fortë. E futi me kujdes në hapësirën e vogël dhe filloi të shtynte me gjithë forcën. Pllaka nuk u dha në fillim, duke sikur ishte ngulitur në tokë për dekada, ndoshta më gjatë se çdo kush prej tyre kishte jetuar aty. Por me disa përpjekje të përsëritura, me ndihmën e të tjerëve, një krisje e vogël u dëgjua. Pllaka filloi të lëvizte. Një erë e ftohtë, e rëndë, e ngjashme me aromën e tokës së lagësh dhe metalit të konsumuar, doli nga çarja që sapo ishte krijuar. Nuk kishte as erën e zakonshme të kanalizimeve, as ndonjë aromë kimike. Ishte një aromë që nuk të kujtonte asgjë të njohur, dhe pikërisht kjo e bënte edhe më shqetësuese. Kur hapja u bë rreth 2 gishtë gjysmë, zëri u dëgjua sërish. Këtë herë nuk ishte më dyshim, ai fëmijë ishte shumë pranë sipërfaqes. Fshinjeve u ra një shikimi përbashkët, një shikimi frikës së përmbajtur dhe i kurajës së detyruar. Askush nuk mund të përfituronte se si një fëmijë mund të ishte nën tokë, në një strukturë që nuk figuron në asnjë hartë të qytetit. Pas gati 10 minutash të tjera shtyrijeje, ngritjeje dhe përpjekjesh të njëpasnjëshme, pllaka e rëndë metalike më në fund u zhvendos anash me një kërcitje të thellë. Poshtë saj u shfaq një errësirë plot, një hapësirë zezë, pa reflektim dhe pa fund. Dhe në kufirin e asaj errësire, ndodhej një shkallë vjetër hekuri që zbriste thellë poshtë, e ftohtë, e ndryshkur, e mbuluar me njolla të errëta të pakapshme. Asnjë dritë nuk vinte nga poshtë, por zëri i fëmijës po, i dobët, i friksuar, real. Fqinjet nuk ishin përballur kurrë me diçka të tillë. Dhe ndërsa shikonin shkallën që dukej sikur zbriste drejt një barke të vdekur të tokës, një ndjenjë ftohtë i përshkoi të gjithëve shpinën. Çfarë ishte ajo hapësirë? Si kishte përfunduar një fëmijë aty brenda? Dhe mbi të gjitha, kush e kishte ndërtuar këtë strukturë në lagje? Askush nuk e dinte, por një gjë ishte e sigurt, dikush duhet të zbriste poshtë. Hapja e pllakës metalike ishte aq e errët sa dukej sikur glabëronte edhe pak dritë që ofronte mëngjesi i mjegullt.
Shkalla e hekurit zbriste drejt një thellësie që askush nuk mund ta shikonte. Nuk kishte lampa, nuk kishte asnjë burim ndriçimi, as ndonjë objekt që të pasqyronte fijen më të vogël të dritës. Ajo errësirë ishte totale, e ngopur e këtill që të jepte ndjesinë se pas 2-3 hapave do të përfundoje në një boshllë pafund. E megjithatë, zëri i fëmijës vinte nga aty. I dridhur, i dobët, i shuar thuajse, por i padiskutueshëm. Për disa sekonda që dukeshin si minuta të tëra, fshinjët qëndruan të ngrirë mbi vrimën e hapur. Asnjëri nuk lëvizi. Sytë e tyre ishin të mbërthyer të shkalla, ndërsa mendjet e tyre kërkonin me dëshpërim një shpjegim racional, një strukturë vjetër ushtarake, një bunker i harruar, një tunel që data para luftës së dytë. Por asnjëra nga këto mundësi nuk përputhej me zërin e fëmijës. Nuk kishte mbetje të shkrimeve të vjetra, as shenja paralajmëruese, as tubacione, as gjë që të tregonte se kjo ishte pjesë e ndonjë infrastrukture civile. Ishte thjesht një hapësirë errët e vendosur në fshehtësi. Liam u përkul pranë buzës së hapur dhe thiri me zë të ulët, pa krijuar dialog, thjesht duke e provuar nëse fëmia reagonte ndaj pranisë së tyre. Ai nuk kërkoi përgjigje konkrete, por kishte nevojë të dinte nëse fëmia ishte ende gjallë. Dhe nga thellësia, pa ndonjë forcë të madhe, u dëgjua një rënkim i lehtë. Ishte aq i dobët sa mezi dallohej nga era e ftohtë që ngrihej lart nga hapja. Tani nuk kishte më kthim pas. Fqinjët vendosën të sillnin ndriçim. Disa u nisën me vrap, drejt shtëpive për të marrë llampat të dorës, dritat e oborrit, celular me blicë të fortë. Brenda pak minutash, buzët e hapjes u mbushën me burime të ndryshme drite, të cilat u drejtuan me kujdes poshtë shkallës. Ajo që u duk fillimisht ishte vetëm një rresh shkallësh që humbte në errësirë. Drita nuk arrinte as në gjysmën e thellësisë. Ishte më shumë një murish dërvjerët i errësirës, se sa një zbardhje reale. Njëri prej banorëve, Tom Mallorin, ishte ish punonjës ndërtimi dhe i vetmi që kishte pak përvojë me hapësirën toksore. Ai mori frymë thellë, sikur të përgatitej për një zhytje në ujore. Nuk është e lehtë të zbresësh në një vend të panjohur, aq më tepër një vend që nuk figuron në asnjë plan urban, që nuk ka hyrje, nuk ka dalje të dukshme. Por ideja se një fëmijë ishte poshtë, i gjallë, i braktisur, e shtyllë të mos e mendonte shumë rrezikun. Ai vuri llambën e tij të fortë në xhepin e kraharorit, e fiksi me kapse që drita të binte paksa përpara. Pastaj vendosi njërin këmbë mbi shkallë. Hekuri lëshoi një tingull të mpret, të ndryshkur që u përhap në përboshtin e errët poshtë, duke krijuar një jehon të pakëndshme, sikur hapësira nën toksore po reagonte ndaj pranisë së tij. Përpara se Tom të zbriste plotësisht, ai testoi shkallën duke shtypur disa herë me këmbë. Shkalla dukej stabile, e fiksuar fort në murin e kësaj strukture të pazakontë. Ishte e vjetër, por ende e qëndrueshme. Pastaj nisi të zbres ngadalë. Me çdo hap që bënte, zhurma e ndryshme që gërryhej paksa në presionin e këmbëve dëgjohej qartë. Në fillim, shkalla ishte e ftohtë, por ndërsa zbriste gjithnjë më thellë, ajri ndryshonte. Nuk ishte më ajri normali nën tokës. Ishte ajër i rënd, i stërngopur me një aromë të panjohur, të ngjashme me lagështinë e betonit të përzierë me metal të oksiduar. Ndjesia e ftohtësisë dukej si një shtresë që zbriste metër pas metri, sikur poshtë kishte një temperaturë konstante të qëllimshme. Pas disa metrash, Tom ndaloi. Drita nga llambat e sipërme nuk e arrinte më. Vetëm llamba e tij e gjoksit i jepte një rrezë të ngushtë, e cila nuk përshkonte më shumë se 2 metra përpara. Pastaj, befas, shkalla përfundoi në një platformë të ngushtë. Ai ndjeu me këmbë një dysheme të fortë, të shtruar me një material që nuk mund ta identifikonte menjëherë. Nuk ishte beton normal. Ishte diçka më e lëmuar, më e ftohtë, më uniforme. Ai ndriçoi përreth me llambë. U shfaq një korridor i ngushtë, i gjatë, i mbushur me mjegull të lehtë, të lartë vetëm sa për të vështirësuar shikimin. Muret ishin të lëmuara, pa ndonjë shenjë të punimeve të dorës së njeriut. Ndriçimi i llambës lëvizte mbi to duke krijuar reflektime të çuditshme, sikur muret kishin një shtresë të hollë të një materiali që nuk përthitej dritë plotësisht. Në dy sheme kishte shenja të ngritjes së pluhurit, por jo gjurmë këmbësh. Ishte e vështirë të dallohej nëse dikush kishte kaluar prej andej kohët e fundit, apo nëse ajo hapësirë ishte thjesht e padierëzuar për një kohë të gjatë. Tom mori frymë thellë dhe thiri lart se kishte zbritur. Zëri i tij u përhap në korridor me një hënë të zgjatur të pashpjegueshme, sikur muret nuk e kthenin mbrapsht tingullin normalisht. Dhe pikërisht atëherë, nga thellësia e korridorit u dëgjua një zë i vogël, një përshpëritje që nuk ishte më aq e mbytur sa kur dëgjohej nga sipërfaqja. Dukej sikur fëmia ishte shumë më afër, pas një kthese ose një dere të padukshme. Ishte një rënkim i qetë, me një ritëm që e bënte të dukej më shumë si marrje fryme e vështirë se sa si thirrje për ndihmë. Tani nuk kishte më asnjë dyshim, fëmia ndodhej aty poshtë. Dhe vendi ku ai ndodhej nuk ishte një strukturë e zakonshme. Tom i bëri shenjë fshinjëve lart se do të ecte më tej.
E ndezi llambën edhe më fort, e mbajti pranë trupit dhe hodhi hapin e parë në korridorin e panjohur. Ai nuk e dinte ende, por ajo hapësirë do të zbulonte një realitet që do ta trondiste jo vetëm atë por të gjithë lagjen. Korridori i ngushtë vazhdonte për disa metra dhe çdo hap i Tomit shkaktonte një jehon të çuditshme që dukej se i përshtatej ritmit të frymëmarrjes së tij. Ajri ishte i ftohtë dhe i rënd, duke u ngjitur në mushkëri dhe duke krijuar një ndjesim mbytyje që nuk përshkruhej thjesht me fjalë. Drita e llambës nuk arrinte të kapte fundin e korridorit, vetëm sa pasqyrohej mbi muret e lëmuara dhe të ftohta, duke krijuar një iluzion të pafund errësire përpara tij. Tom eci ngadalë, duke u përpjekur të mos humbte orientimin. Çdo tingull i vogël, çdo rënkim i dobët apo gërvishtja e heshtur e bënte të ndalonte frymën dhe të përqendrohej tek zëri i fëmijës. Ai nuk e kuptonte se sa i afërt ishte. Fëmia nuk po bërtiste, nuk lëvizte, thjesht ishte aty, duke i dhënë jehon errësirës dhe duke detyruar Tomin të ndiejë sikur çdo hap që bënte e çonte më afër një të panjohure që mund ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Pas disa metrash, korridori u zgjerua pak. Ai zbuloi një dhomë të vogël, pothuajse të shesht, me mure të lëmuara dhe dy sheme të shtruar me një material të ngjashëm me metal të gdhendur. Në qendër të dhomës kishte një vrim të vogël të mbuluar me një pllaka tjetër metalike të vogël, gati e padukshme. Tom ju afrua me kujdes dhe vendosi llambën e tij mbi vrim. Një rrjedhje ajri të ftohtë dilte nga aty, si fryma e një qenieje që kishte qëndruar në errësirë për një kohë të gjatë. Atëherë Tom ndjeu diçka të çuditshme. Dy shemeja në këmbët e tij nuk ishte e plotë. Ishte si një strukturë shtresuar, dhe në pllaka e vogël kishte diçka që po lëvizte, lehtë, pothuajse e padukshme. Ai u përkul dhe me dorën të dridhur ngriti pllakën. Poshtë saj, në një grop të ngushtë dhe të errët, ishte një fëmijë. I vogël i shtrirë, me trup të zbehur dhe duar të shtrënguara për të mbrojtur, me sytë që shikonin drejt llambës së Tomit me një frikë të thellë, të papërshkrueshme. Tom ngriti fëmijën me kujdes, duke ndier trupin e vogël të dridhur dhe të ftohtë. Ai nuk foli, vetëm e mbajti ngrohtë me trupin e tij dhe i kërkoi të qëndronte i qetë. Zëri i fëmijës ishte heshtur, tani vetëm frymëmarrja e tij e dobët tregonte praninë e tij të gjallë. Duke mbajtur fëmijën, Tom ndjeu që diçka tjetër ishte e çuditshme. Dhomat dhe korridori nuk ishin thjesht struktura të panjohura. Ishin të dizajnuara me kujdes, me shtresa që dukej se mbrojtin ose fshehin diçka shumë më të madhe. Nuk ishte një bunkër i zakonshëm, nuk ishte një tunel për kalim teknik. Ishte një strukturë e krijuar për të mbajtur dik, ose diçka të izoluar në errësirë. Ai ngriu për një moment dhe shikoi fëmijën. Në fytyrën e tij të vogël me lëkurë të zbet, nuk kishte vetëm frikë, kishte diçka më të thellë, një ndjesi të papërshkruar të vetmisë ekstreme, sikur fëmia kishte kaluar ditë, javë apo edhe muaj nën tokë, pa asnjë kontakt njerëzor. Tom e ngriti fëmijën dhe nisi të kthehej drejt shkallës. Çdo hap që bënte ndiej sikur ai po nxirrte një sekret të errët nga dhoma. Fshinjet lartë ndiqnin me ankth, duke ndier frikë dhe lehtësim njëkohësisht. Një nga gratë e zonës filloi të çajë, ndërsa një burr i moshuar rënkoi me frikë dhe habi, duke e kuptuar se sa e madhe ishte fshehtësia që fsheheshin në rrugën e tyre të zakonshme. Kur Tom arriti tek shkalla, doli me kujdes nga hapësira e ngushtë në rrugë, duke mbajtur fëmijën në krah. Fqinjet rrethuan menjëherë. Zëri i fëmijës tani ishte heshtur, i qetë, por të gjithë e kuptuan që ai ishte traumatizuar nga çfarë kishte kaluar. Askush nuk foli për disa minuta, heshtja fliste më shumë se çdo fjalë. Disa prej fshinjve thirrën policinë dhe shërbimet emergjente, por para se ata të vinin, të gjithë kishin kuptuar një gjë të rëndësishme, ajo hapësirë nuk ishte e rastësishme. Ishte pjesë e diçkaje më të madhe dhe shumë të errët, një realitet që nuk mund të përshkruhej me fjalë të zakonshme dhe që do t'i trondiste të gjithë komunitetin, ndërsa fshinjët qëndronin të mbërthyer rreth Tomit dhe fëmijës, një ndjesje e pazakontë u përhap mes tyre. Të gjithë e kuptuan se ajo nuk ishte thjesht një rastësi, një fëmijë i humbur nën tokë. Nuk ishte aksidentale që struktura ekzistonte atje. Kishte qenë ndërtuar me qëllim, fshehur dhe e mbajtur sekret për një kohë të gjatë. Kur policia dhe shërbimet emergjente mbërritën, ata gjetën fshinjet duke ruajtur qetësinë dhe duke mbajtur fëmijën të ngrohtë. Shërbimet e emergjencës u përqendruan menjëherë në dërgimin e fëmijës në spital për ekzaminime dhe kujdes të menjëhershëm. Megjithatë, për fshinjet zbulimi ishte vetëm fillimi. Ata nuk mund të harronin asnjëherë se në rrugën e tyre të zakonshme ekzistonte një botë e fshehur, një strukturë misterioze që askush nuk e njihte. Një inspektor i policisë, ekspert për krime dhe struktura të panjohura, u përqendrua në pllakat metalike dhe korridoret që Tom kishte zbuluar. Ai vuri re se materiali i mureve dhe dy shemeve nuk ishte as i zakonshëm civil dhe as industrial, ishte diçka që dukej e prodhuar me teknika që nuk shihen shpesh dhe që sugjeronin një planifikim të veçantë.
Inspektori theksoi se struktura mund të kishte shërbyer për izolim, ndoshta për eksperimente ose mbajtje të fshehtë njerëzish ose objekteve. Një grup ekspertësh të strukturave dhe arkitekturës së pazakontë u thirrën për të inspektuar vendin. Ata u habitën nga shkallët e ndryshkut, korridoret e lëmuara dhe ndërtimi i sofistikuar që duke i zakonshëm për syrin e zakonshëm, por që fshehte komplekse të thella dhe të panjohura për publikun. Komuniteti u përball me një dilemë të madhe. Njëra anë dëshironte të bënte publike zbulimin, ndërsa tjetra kërkonte që gjithçka të mbahej sekret për shkak të frikës dhe misterit që rrethonte strukturën. Disa fshinj shprehen shqetësim se kushdo që e kishte ndërtuar atë mund të ishte ende aktiv dhe të përbënte një rrezik për komunitetin. Ndërkohë, fëmia filloi të tregonte shenja të forcës dhe qetësisë. Ai nuk foli shumë, por shikimi i tij i dhimbshëm dhe i tronditur tregonte vuajtjet që kishte përjetuar. Mjekët e spitalit u fokusuan në rikuperimin e tij fizik dhe emocional. Një psikolog i specializuar filloi të punonte me të për të kuptuar historinë e tij dhe për të ndihmuar në rikthimin e sigurisë dhe besimit tek të rriturit. Gjatë javëve të ardhshme, komuniteti filloi të hetonte historinë e fshehur të strukturës. Arkivat e qytetit, dokumentet e vjetra të planifikimit urban dhe regjistrat e pronave u shqyrtuan me kujdes. Megjithatë, pothuajse çdo gjurmë e ndërtuesit apo qëllimit të strukturës ishte zhdukur. Të gjithë dokumentet tregonin se rruga dhe zona përreth kishin qenë të zakonshme, pa ndonjë projekt të veçantë. Megjithatë, fshinjet nuk mund ta harrojnë kurrë atë mëngjes, atë zë të vogël nën tokë dhe gërmimin e tyre që zbuloi realitetin e fshehur. Ishte një kujtim i fortë që do të jetonte përjetësisht në mendjen dhe shpirtin e tyre, një ngjarje që ndryshoi mënyrën se si ata shikonin botën e përditshme. Një realitet që ishte aty gjithmonë, por që askush nuk e kishte vënë re, fshehur në rutinën e zakonshme të jetës dhe sipërfaqes së qetë të rrugës së tyre. Pas disa javësh hetimesh intensive, një grup arkeologësh urban, historianësh dhe ekspertësh të struktura të fshehta u angazhua për të kuptuar origjinën e hapësirës misterioze. Ata përdorën skaner të thellësisë së tokës, sensor të dridhjeve dhe kamera me fibra optike për të eksploruar çdo centimetër të strukturës. Ajo që zbuluan ishte më e çuditshme se çdo teori fillestare. Hapësira nuk ishte ndërtuar për njerëz, por për të ruajtur diçka shumë më të madhe se një fëmijë. Ishte projektuar si një depo e fshehtë, me dhoma që kishin ajër të kontrolluar, temperaturë konstante dhe një sistem të sofistikuar të izolimit. Por pse një fëmijë kishte përfunduar aty? Historitë që u zbuluan në dokumentet të fshehta dhe regjistrat të vjetër treguan një realitet të trishtueshëm. Dhoma ishte përdorur dikur nga një organizatë e fshehtë që merrej me eksperimentime dhe mbajtjen e individëve të veçantë nën kontroll. Fëmia i gjendur ishte një nga ata që ishin lënë aty për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, një viktimë e padukshme e fshehtësisë dhe terrorit që askush nuk do ta priste në një lagje të zakonshme. Kur fshinjët e pan fëmijën duke u rikuperuar, duke rifituar ngadalë shëndetin dhe besimin tek të tjerët, ata ndjen një lehtësim të thellë, por edhe një ndjenjë frike që nuk do të largohej lehtë. Një komunitet i tërë ishte përballur me një të vërtet të panjohur, të fshehur nën këmbët e tyre për dekada, dhe tani e kuptonte se sa e brishtë dhe e çuditshme ishte perceptimi i realitetit që ne marrim çdo ditë si të zakonshëm. Autoritetet vendosën të mbyllin strukturën për të parandaluar çdo rrezik të mëtejshëm, por dokumentimi i saj dhe historitë e mbledhura treguan se fshehësia dhe misteri nuk mund të fshihen kurrë plotësisht. Fshinjët që gërmuan atë ditë mbetën dëshmitar të një ngjarjeje që ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë. Një përvojë që tregoi se në sipërfaqen e qetë të botës son mund të fshihen të vërteta të tmerrshme dhe të pabesueshme, por edhe shpresë dhe mundësi për shpëtim. Fëmia u integrua gradualisht në komunitet dhe u rrit me kujdesin e fshinjëve që dikur e kishin dëgjuar për herë të parë duke thirrur për ndihmën në tokë. Historia e tij mbeti një kujtim i fuqishëm se edhe në vendet më të zakonshme dhe të qeta mund të ekzistojnë mistere të thella, të errëta dhe të ndjeshme, të cilat presin të zbulohen vetëm nga ata që kanë guximin dhe kurajon të kërkojnë të vërtetën. Komuniteti i lagjes Oldham nuk do të ishte më kurrë i njëjtë. Ata kishin dëgjuar një zë të vogël nën tokë dhe kishin vepruar. Dhe për shkak të veprimit të tyre, një jetë ishte shpëtuar dhe një mister ishte zbuluar, duke i lënë të gjithë të shokuar, por gjithashtu më të lidhur dhe më të ndërgjegjshëm për botën që fshihet pas sipërfaqes së dukshme.